Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Randar, të fokusohemi në situatën e lindjen e mesme, e parë në një perspektivë tjetër, them perspektivë tjetër sepse i ftuari i ditës së sotme, një mik i podcastit, zoti Olsi Jazenxhi, është tepër i përfshirë në këtë konflikt dhe do të na japë më shumë dritë dhe detaje sa i takon gjithë asaj se çfarë po ndodh atje. Selam aleikum, faleminderit shumë që jeni me ne. Aleikum selam wa rahmatullah. Konflikti Izrael-SHBA-Iran në ditën e 4, në çfarë faze jemi? Jemi në një fazë shumë kritike të luftës. Lufta që nisi në datën 28 shkurt 2026, e cila nisi nga kryeministri kriminal i luftës Benjamin Netanyahu, i cili vrau duke ngrënë bukë Hoxhën suprem të Iranit, Ali Khamenei. Kjo vrasje pa bes ishte pak a shumë një përpjekje e Netanyahut numër 1 që iranianët mos të arrinin në ndonjë marrëveshje nukleare me amerikanët, nga që në bisedimet që ata po bënin në Gjenev kishin arritur në një farë marrëveshje me amerikanët. Dhe e dyta, nga që në datën 2 mars që futët festojnë festën e Purimit, edhe në festën e Purimit që futët përkujtojnë fitoren e tyre kundër iranianëve apo persianëve në kohën e perandorisë Akimenide, kur komuniteti i xifutëve që ishin marrë dhe jetonin në Babiloni arrin që të përmbysin qeverinë Akimenide të kohës dhe të vrasin kryeministrin dhe ministrat e tjerë të Persisë, dhe këtë e bëjnë nëpërmjet një prostitute e cila përmendet në Dhjetën e Vjetër në librin e Esterit. Kjo prostitute e cila kishte emrin Ester, i çohet nga një pim qifut, Mordecai, i çohet në pallat perandorit Akimenid të kohës, Xerxesit të parë, ku ajo ndoshta i bën magji apo diçka tjetër dhe i ha trutet gomarit Xerxesit dhe e detyron perandorin Akimenid që të zhduki gjithë kabinetin e tij dhe t'i japi privilegjet xifutëve. Në festën e Purimit, zionistët bëjnë kurabie në formë sysh, hundësh, veshësh dhe i han këto kurabie sepse kjo personifikon mundjen e tyre të iranianëve, të persëve dhe ngrënien e trupit të tyre. Dhe për Netanyahun data 28 shkurt, që ishte përpara Purimit, ishte me shumë rëndësi nga që ai donte t'i jepte një dhuratë prerëve të zionizmit botëror, dhuratë e cila do t'ishte koka e Ali Khameneit. Tani, me vrasjen e Hoxhë Aliut, Izraeli ka provokuar një luftë të paparë ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Iranianët që janë shiit dhe shiitët që janë diku te 15 apo 20% e muslimanëve botëror, për ata imami është një njerëz shumë i rëndësishëm. Dhe të shiitët janë sikur katolikët, që kanë pak. Dhe ashtu sikur katolikëve nuk u avret dot papën, se papa është njëri i shenjtë për ata. Të njëjtën gjë nuk i bën dot edhe shiitëve që të frekësh imamin atyre. Ama vrasja që është bërë atij i ka provokuar iranianët që të hynë në një luftë totale, tani jo vetëm me Izraelin, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dhe nga data 28 deri sot në datën 3, iranianët po bombardojnë të gjitha regjimet zioniste arabe që kanë strehojnë baza amerikane, sikur Katari, Emiratet Arabe, Kuwaiti, Bahreini, Arabia Saudite, Jordania e të tjerë. Dhe iranianët janë duke goditur jo vetëm Izraelin, Tel Avivin e qytete të tjera, por janë duke goditur edhe vrarë edhe kolonizatorët amerikanë të botës arabe. Përveç kësaj, Irani ka mbyllur ngushticën e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit është ajo ngushticë e gjirit persik nga ku 20% e naftës së botës del, nafta e vendeve arabe dhe Iranit. Dhe Irani çka ka bërë me këtë rast është që kërkon që të shkaktojë një krizë globale ku t'i detyroj amerikanët që të ndalojnë agresionin e tyre kundër Islamit, Iranit dhe Palestinës. Përveç pra luftës me raketa dhe me avion që bëjnë kundër njëri tjetrit, Irani po përdor luftën ekonomike, nga që perandoria zionisto-amerikane ka supremaci në botë nëpërmjet dollarit, dhe dollari supremacinë e tij e gjen te nafta e Islamit, duke ua vjedhur naftën arabëve. Kjo naftë shitet nga kompanitë zioniste nëpër tregjen ndërkombëtare dhe shitet me dollar. Dhe gjithë njerëzimi kur ka nevojë të blejë naftë, kompanitë e naftës, naftën do ta blejnë me dollar. Dhe kjo jep fuqi paras amerikane. Ama çfarë po bën Irani në këto momente? Irani po kërkon që të shkatërrojë sistemin bankar amerikan, se nëse kompanitë zioniste që kontrollojnë naftën në Arabi Saudite, Kuwaitit e tjerë nuk shesin naftë, bankat, sistemi bankar amerikan nuk ka lek, dollari amerikan nuk ka fuqi më, dhe kjo krijon një reaksion zinxhir në sistemin e korruptuar dhe të ndërtuar mbi fajden dhe fitnen e naftës. Dhe qëllimi i Iranit është të shkaktojë një krizë globale, krizë ku bankierët ndërkombëtar do t'i kërkojnë zionistëve sikur Netanyahu apo Trumpi që të ndalojnë luftën e tyre kundër Islamit. Tani, lufta në këto momente që ne flasim është shumë e egër. Avionët izraelit, amerikan, britanik janë duke vrarë njerëz në masë në Iran, duke bombarduar qytete sikur Teherani, Isfahani, Karaxhi e tjerë, po bombardohen aeroporte, avion, spitale, shkolla. Në një bombardim që ndodhi në ditët e parë të luftës, Izraeli bombardoi një shkollë dhe vrau 170 vajza të vogla. Edhe po vriten qytetar iranian pafund, por edhe Irani po kundërpërgjigjet, ku me sulmet e tij raketore po e shkatron Tel Avivin, dhe përveç kësaj, në mënyrë që mos të lejoj luftaniet amerikane që të hyjnë në gjirin persik, Irani, ndërsa ka mbyllur kanalin e Hormuzit, ka bombarduar dhe po shkatëron bazat amerikane në Kuwait, në Bahrein, në Oman, në Katar, në Arabinë Saudite, në Jordani e tjerë. Përveç kësaj, Irani ka goditur edhe Kipron greke, ja që baza britanike në Kipron greke është një nga bazat kryesore nga ku lëshohen avionët bombardues që fluturojnë dhe bombardojnë Iran. Pra në këto 3 ditët e fundit, Irani ka goditur pak a shumë 15 vende. Bazat britanike
franceze, italiane dhe amerikane në gjirin persik. Dhe gjithashtu ka goditur hotele ku strehohen ushtarët amerikanë dhe bankierët shifut në Dubai, në Abu Dhabi, në Katar, në Kuwait, në Bahrein e të tjerë. Është një luftë shumë e tmerrshme, një luftë që nëse vazhdon do të krijojë një krizë globale, por iranianët në teologjinë e tyre, vrasjen e imamit tyre ishte 86 vjeç. Ishte për ata që e mbajnë mend Sabri Koçin, ishte sikur Sabri Koçi, burr plak. Që ja vran imamin në mënyrë të pabesë në zyrën e tyre. Por iranianët kjo është shenjë e ardhjes së Dexhallit. Dhe në këto 2 ditët e fundit, amerikanët po i lusin iranianët që të bëjnë paqe, apo më saktë armpushim, por iranianët nuk pranojnë, nga që ata në teologjinë e tyre besojnë që para ditës Kiametit muslimanët e Iranit do sulmohen nga ushtria e antikrishtit, apo sikur e njohim ne muslimanët Dexhallit. Ushtria e Dexhallit do vrasë shumë njerëz. Ata sikur të krishterët që besojnë në teorinë e Armagedonit, besojnë që ushtria e antikrishtit do bëjë shumë krime. Përpara 2 orësh sesa ne të lidheshim bashkë këtu, Izraeli ka bombarduar qytetin e Kumit, ku ishte mbledhur asambleja e ekspertëve për të zgjedhur imamin e ri të Republikës Islamike të Iranit. Dhe në këtë mbledhje, e cila për ata që nuk e kuptojnë se çfarë po them, është pak a shumë sikur Këshilli Lateran. Kur vdes papa në Rom, mblidhen kardinalët nga gjithë bota në Vatikan dhe zgjedhin një papë të ri. Dhe kjo mbledhje quhet Këshilli Lateran, nga që vijnë gjithë kardinalët dhe një kardinal do zgjidhet që do bëhet papa. Se edhe ky Islami shiit ngjan pak Islamit katolik, ngjan katolicizmit. Dhe çfarë ka ndodhur përpara rreth 2 orësh ndoshta, në qytetin e Kumit, i cili është, si më thon, Vatikani i Islamit shiit, janë mbledhur gjithë myftilerët, nëse do përdorja një term sylit, ata përndryshe quhen fukaha, apo juristët e Iranit, që do zgjidhin imamin e ri të Republikës Islamike. Dhe çka ka ndodhur është që Izraeli ka vrarë gjithë. Ose nuk e dim se sa ka vrarë, po e ka rrafshuar gjithë godinë. Domethënë, që ta bëjmë më të thjeshtë për shqiptarët ta kuptojnë këtë, është pak a shumë procesi që bëhet kur zgjidhet kryetari i komunitetit musliman në Shqipëri. Që vinë gjithë myftilerët nga gjithë rrethet, mblidhen në këshillin e përgjithshëm të KMSH-s, zakonisht mbledhjet i bëjnë te medreseja, dhe nga ky këshill zgjidhet kryemiftiu i Shqipërisë. Imagjinoni pra sikur të në këtë mbledhjen për zgjedhjen e kryemiftiut të Shqipërisë, Izraeli ta bombardonte dhe t'i vriste gjithë xhallarët. Këtë krim ka bërë Izraeli përpara pak orësh. Pra, po përjetojmë një periudhë krimesh apokaliptike, apo sikur muslimanët e quajnë periudha e ahirul zamanit, apo e fundit kohës, kur antikrishti apo Dexhalli do të shfaqet dhe do të kërkojë që me dhunë të kontrollojë botën. Dhe shumë persona që e njohin ideologjinë e Benjamin Netanyahut, por edhe vetë Benjamin Netanyahu, domethënë me video që është deklaruar, është që Netanyahu beson që ai do jetë kryeministri i fundit i Izraelit dhe mbrapa tij do të vijë Dexhalli, apo çfarë aty quajnë Meshia, ku nëpërmjet Meshias zionistët do të sundojnë gjithë njerëzimin me dhunë.
Zoti Azizi, cili ka qenë qëllimi kryesor i SBA-s dhe a ka pasur rrjedhje informacioni nga Irani ku i merr këto informacione Izraeli për të goditur si Kumin, po ashtu edhe më herët vendin ku qëndronte edhe Khamenei. Kush është spioni në thonjza, nëse mund ta themi kështu? Në një artikull që ishte botuar The Financial Times, ose nuk kam gabim, dhe ishte botuar një përmbledhje tjetër nga agjencia e lajmeve Russia Today, të cilën juve Edi Rama u ka ndeluar dhe nuk e lexoni dot në Shqipëri. Tregohej që arsyeja se si Izraeli arriti të përgjonte imamin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ishte nëpërmjet hakerimit të kamerave të Teheranit. Pra, Mossadi izraelit si amerikane kishin arritur që të hakeronin nëpërmjet internetit të gjithë sistemin e kamerave të Iranit, dhe nëpërmjet kamerave ata dinin se kur Khamenei shkonte në zyrë, kur vinte nga zyra, dhe kishin pak a shumë një pamje të plotë se kur imami suprem ishte në zyrën e tij dhe kur nuk ishte. Përveç kësaj, përflitet që CIA ishte arritur që të fuste edhe një agentin e saj brenda asaj që quhet në persisht Beitur Rahber, apo shtëpia e udhëheqësit, dhe duke patur edhe një agentin e tyre brenda, ata kishin arritur që të dinin të gjitha lëvizjet e Imam Aliut, dhe vrasjen e tij e bën me përfikmëri fal agentët që kishin brenda, por edhe monitorimit të kamerave. Profeti Muhammed na paralajmëron neve muslimanët që në fundin e kohës do të vi Dexhalli, dhe Dexhalli, thot profeti, do ketë vetëm një sy. Dhe intelektual musliman sikur egjiptiani Mustafa Mahmud, ata e kanë interpretuar ardhin e Dexhallit me teknologjinë e sotme, me kamerat, ku nëpërmjet kamerave, telefonëve, kompjuterave, internetit, kjo perandoria e Dexhallit e kontrollon njerëzimin. Dhe kjo është mënyra se si Izraeli po arrin që të vrasi udhëheqësit musliman nga Palestina deri në Iran me një përpikmëri perfekte. Zoti Azizi, si e shikoni fatin e kësaj lufte? Do jetë gjatë në kohë apo do të përfundoj në një kohë të shkurtër? Kjo varet nga Izraeli dhe nga Irani. Deri tani iranianët po vazhdojnë luftën. Regjimi i Benjamin Netanyahut nuk do ta ndërpresi luftën përsa kohë që të sigurohet që të rrëzojë udhëheqjen islamike të Iranit, dhe në vend të saj të sjelli udhëheqje sikur Edi Rama, zionist, njerëz që janë kundër islamit dhe që do t'i shërbejnë Izraelit. Por lufta varet edhe nga faktori ekonomik dhe ushtarak. Kjo është, domethënë, luftë e tardhmes, është luftë high-tech, nuk është sikur luftrat klasike ku njerëzit shkonin e luftonin me tanke, me antitanke, me Kalashnikov. Kjo është një luftë që bëhet në distancë, por avionët izraelit që të vinë që nga Arabia Saudite apo nga Jordania dhe amerikanë për të bombarduar Iranin duhet të fluturojnë 1000 kilometra, është pak a shumë distanca Tiranë-Stamboll. Dhe kostot e kësaj lufte janë shumë të mëdha, raketat që përdor Izraeli me Amerikën janë shumë shtrenjta, raketat Tomahawk, bombat e sofistikuara që ata kanë, dronët
Dhe është edhe ky faktori, domethënë se për sa kohë do të arrijnë që amerikanët dhe izraelitët të kenë municione të mjaftueshme për ta mbajtur këtë lloj lufte. E njëjta gjë vlen edhe për Iranin, për sa kohë Irani do ketë raketa edhe dron që të vazhdoj kundër përgjigjen ndaj sulmeve zioniste. Zoti Zexhi, kishte deklarata të paktën kur ndodhi sulmi në qershor, 12 ditor në qershor, se po përgatitej një raketa balistike ndërkontinentale, po ashtu edhe armë bërthamore në Iran. Dhe ky ishte preteksti i sulmit. Po kësa here si po i justifikon SBA-ja dhe Izraeli këtë sulm, duke qenë se ka pasur reagime të shumta që është thënë që Irani nuk është se po përgatiste asgjë dhe nuk është se ka qenë në program për të përgatitur këto lloj armësh. Irani nuk po përgatiste armë bërthamore, dhe kjo vjen si pasojë e Imam Aliut, që u vra në datën 28 shkurt, pasi Imam Aliu si udhëheqësi suprem i Republikës Islamike kishte dhënë fatva duke thënë që është haram për muslimanët që të zhvillojnë bombën atomike. Por unë mendoj për faktin se Irani nuk e ka zhvilluar bombën atomike, amerikanët dhe izraelitët po e godasin. Se nëse Irani do ta kishte zhvilluar bombën atomike, Izraeli dhe Amerika do ta kishin frikë Iranin, kur e kanë Kinën, Rusin, Koren e Veriut, dhe nuk guxojnë që të shkojnë në luftë kundër tyre. Për fatin e keq të iranianëve, Hoxh Ali Khamenei ishte njeri shumë i moderuar dhe ai ka ndaluar iranianët që të zhvillojnë bombën atomike. Por unë besoj se tani në këto momente tmerri apokaliptik që po vuan Irani, si pasojë bombardimeve amerikane dhe izraelite, ku po rrafshohen qytete në Iran, unë besoj që udhëheqësia e re e Iranit që do vinë në pushtet, do ta zhvilloj me do e mos bombën atomike, nga që pa bombë atomike asnjë regjim nuk mund të mbijetojë dot sot. Sigur Rusia mos kishte bombën atomike, sigur Korea e Veriut mos kishte bombën atomike, sikur Pakistani mos kishte bombën atomike, kundërshtarët e tyre do t'i kishin shkatruar të vende me kohë dhe me vakt. Krijimi i bombës atomike është garanci që siguron ekzistencën e një regjimi. Izraeli ka arritur që t'i trëmbi muslimanët dhe arabët, fal bombës atomike që posedon dhe fal kafshërisë që ka udhëheqësia izraelite, e cila kryen gjenocid, vret miliona njerëz, bombardon kopshte, spitale, vret hoxhallar, vret njerëz në gjumë, njerëz duke ngrënë bukë etj. Dhe fal kësaj egërsie biblike, Izraeli ka arritur që të mbietojë në mesin e fëmijëve të tij arab, të cilët nuk i duan ta pushtues slavo çifut, që britanikët sollën nga Evropa lindore pas rënies së perandorisë osmane. E thënë shkurtimisht, zoti Yazexhi, sa i mundur është Irani të godasi bazën e Mekut në Shqipëri, në Manz? Në këto ditët e fundit po flitet shumë kjo temë, biles unë kam qenë një nga të parët që kam edhe si ide, dhe dje në emisionin Top Story në Top Channel me Grida Dumën, spioni i policisë antiterrorit Ervin Karamuqo më përmendi indirekt, u thoshte ka ca njerëz që thonë do na godas Irani Mekun etj. E thoshte antiterrori do t'i hapi këtyre çështje për panik. Kjo nuk është punë paniku, por kjo është një fakt, nga që Irani në këto momente që po godet bazat e NATO-s, bazat britanike, amerikane, po godet vendet të Bashkimit Evropian sikur Kipër etj.
nuk ka më asnjë limit që do ta ndaloj Iranin që të sulmoj edhe bazën e Manzës të Mekut. Irani ka mundësi teknologjike që të dërgoj raketa me rrezë të gjatë veprimi, ka aftësi satelitore, që me ndihmën që i jep Kina, që ti drejtoj raketat e tija ku të doj. Dhe në anën tjetër duhet dim diçka që baza e mujahidinëve të Manzës, që zionisti Edi Rama i instaloi në Shqipëri dhe u krijoi një shtet brenda shtetit, kampin Ashraf 3 të Manzës, është një qendër spionazhi dhe terrorizmi ndërkombëtar nga ku sulmohet Irani. Dhe që nga Imam Ali Khamenei që vdiq, ai trupin e tij gjysmën e ka patë të paralizuar, nga që këta mujahidinët e Manzës i kanë vënë bombë kur ishte i ri, dhe nga problemi nuklear që ka Irani, ta ishin në 2003 që do spiononin te Izraeli për programin nuklear iranian, të vrasje e shkencëtarëve, e zyrtarëve që kanë ndodhur në Iran e tjera. Sipas Iranit dyshohet që këta janë agjentët kryesorë, të cilët koordinojnë me Izraelin për sulme kundër Iranit. Dhe në këto momente që Irani ka nisur luftë botërore dhe po godet të gjitha regjimet arabe që bashkëpunojnë me Amerikën dhe Izraelin kundër Islamit, nuk do të ishte çudi sikur Irani një ditë prej ditësh të godiste edhe Manzën dhe të vriste disa nga armiqt më të egër të Islamit dhe të Republikës Islamike të Iranit. Në këto momente që ne flasim, Mariam Rajavi, që është kryetarja e sektit Mujahidin, se Mujahidinët janë sekt, kjo Mariam Rajavi e mban veten sikur Shën Leonora, nëse e ke njohur, të dërguar të Imam Mehdiut. Kjo në këto momente ka shpallur krijimin e qeverisë tranzitore iraniane. Kjo koordinon dhe lobizon në Izraelin, Siria e tjerë, luftën kundër Iranit. Dhe çka ka ndodhur sot, edhe dje Irani ka goditur bazat e terroristëve kurdë në Irbil, ku kurdët në bashkëpunim me mujahidinët janë duke kryer sulme terroriste brenda Iranit. Pra, për mendimin tim nuk do të jetë ndonjë çudi, sigur ndonjë ditë bukur dronët dhe raketat iraniane të sulmojnë bazën terroriste të Manzës. Por, sikur thash edhe dje në emisionin e Rakipit që isha, inshallah nuk godasin edhe Surrelin që të çojnë për në xhehenem Edi Ramën, se pastaj na gjen belaja.